Xhamati pas imamit kur është, nuk ka nevojë me lexuar asgjë nga Kurani. Ai flet me Zotin për juve. Ai ju përfaqëson juve. Leximi i tij është leximi juaj. E kjo është nimet prej Zotit, sepse shumë prej xhamatit nuk kanë mundësi me lexuar leximin si duhet. E hoxhallarët imamat janë të përgatitur për këtë pjesë. Prandaj ju përfaqësojnë juve, e inshallah ky përfaqësim ka më qenë dozë shpërblimi më të lartë sepse bëhen në formën më të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu al-qira'a." Nëse dikush është fal pas imamit, leximi i hoxhës si imamit është leximi edhe për ty. Ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër dietarët e shumë që e kanë saktësuar apo e kanë konsideruar këtë hadith me kon më preciz si pjesë hadithet me cilat argumentohet me të është edhe Sheikh Shuaib Arnauti, i cili në vëllimin e parë, në faqen 171, në librin e Ikhtiyar Ta'lil al-Mukhtar, thotë hadithi është i pranuar për argumentim. Ndërsa në Musnedin e Ahmed ibn Hanbelit, vlerësimi i Sheikh Shuaibit në vëllimin 23, faqe 16 thotë se ky hadith është i pranuar. Do të thonë, nëse imami lexon, konsiderohet ky lexim edhe i xhamatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Innama ju'ila al-imam li yutammima bih fala takhtalifu alayhi." Është bërë imami që me plotësua dhe me ju priu në namaz. Prandaj pasoni atë, mos veproni ndryshe prej tij. Dietari islami mirënjohur Ibn Rajab al-Hanbali në librin e Fathul Bari ala shahr Sahih al-Bukhari thotë se vëllimi 8 faqe 269 thotë se ajeti i Kuranit kur Zoti xhaleshanu ka thënë: "Wa idha quriya al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Nëse lexoni Kur'an, atëherë heshtni me shpresë se do të mëshiroheni nga krijuesi i gjithësisë. Ky ajet i Kuranit Ibn Rajab al-Hanbali ka vdekur në 795 Hijri. Transmeton nga Ahmed ibn Hanbali që të dytë s'kan lidhje me mëdhëbin tonë juridik. Transmeton se kuptimi i këtij ajeti të Kuranit, nëse lexohet Kur'an heshtni, dietarët islam janë dakordu se kuptimi i këtij ajeti është kur imami duke fal xhamati me hesht, kur imami është në hutbë xhamati me hesht. Ky është kuptimi i ajetit të Kuranit që ka dakordsim të dietarëve islam për këtë kuptim. E pejgamberi alayhis salam ka thënë: "La yujma ummati ala dalala." Ummeti jam nuk dakordohet në punë që është e gabuar. Prandaj përderisa është realizuar dakordsimi, domethënë është e vërtetë. Na paraqiten mendime prej njerëzve dashamirës të fesë dhe duke dashur që sa më shumë me mrish shpërblimin e namazit, thonë Hoxha Efendi, mirë ti po thu mos me lexo, po na kur po fal me masteje, ma mirë me lexo Kur'an se sa më na shkuam me atje në punë, administratën, tregtinë, bujqësi e dikun tjetër. Atëherë ma mirë me angazhu veten me lexim të Kur'anit se sa me menduar punë të tjera të dunjallahut. Kjo është pyetja që na referohet nga xhamati. Mirë po, praktika tregon ndryshe se një punë kur të bëhet rutinë, nëse ti s'mundosh me u fokusue, angazhimi me lexim ty nuk të pengon me të shku me diçka tjetër. Sa herë lexon ti elhamën deri në fund nuk e din ç'i ke lexuar. Se të bëhet rutinë. Sa herë ti e kry namazin krejt thua ja kryva. Se bëhet rutinë. Prandaj njeriu koncentrohet namaz në bazë të angazhimit që e bën ai me shpirtin, luftën me vetveten për më koncentrue. Leximi ty nuk ta shton as nuk ta pakon mundsinë apo dozën e koncentrimit. Dhe krahas kësaj kemi ajetet të Kuranit, hadithet pejgamberit alayhis salam që po na tregojnë dhe po na thojnë se xhamati e pason imamin. Por më të pranuat ty leximi, duhet me shqiptu shkronjën. Ju lutem, kjo është e rëndësishme. Kur thamë në vetvete, kur e fali vetën namazin, tham elhamdulillahi rabbil alamin, duhet unë jo vetëm me mendu leximin, po duhet me shqiptu, me dash shkronjën, me dëgjue veten time me dëgjune. Vetveten time me dëgju ka lexoj. Kur të dëgjoj vetveten time, shumë herë kam më dëgju dhe shoku apo fqiu jam që të fol afër meje. Dhe nëse secili xhamat do të lexonte vet, sa dëgjon vetveten, që në mënyrë natyrshme kam dëgju njëri tjetrin sepse kur të dëgjoj unë veten, kam më dëgjuar që është afër, do të bëhej ushtim në për xhami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshillu sahabët që edhe pa qenë namaz hiç mos me penguën njëri tjetrin duke lexuar Kur'an. Me ul zonën njëri leximit të Kur'anit edhe pse s'kan qenë namaz. Kur kanë qenë xhami duke lexuar grupe, ul në zonën mos e pengon njëri tjetrin. E çfarë mendoni për namaz kur është adhurim specifik me krijuesin e gjithësisë? Për këtë pjesë që xhamati s'bën me lexuar pas imamit, prej dietarëve islam ka pasur që kanë shkruar libër 500 faqe për këtë pjesë. Nuk po duam të zgjat më shumë. Mirë, po duam të tregu që namazi i
xhamatit është i mbështetur, i ndëlidhur, i kurzuar me saksinë e namazit të imamit. Dhe kjo është rahmet dhe lehtësi për xhamatin. Dhe për këtë arsye preferohet që me u fal mas imamit, sepse imami bart përgjegjësinë e namazit, e tani me dal imamu përgjegjësi kohë shumë e madhe, e do të me pas kujdes shumë, e jo me dal me marr guximin pa qenë kompetent me dal me fal namazin para xhamatit.